më the një fjalë pak më parë që ku janë njerëz ne ka marr bota. Ku kanë ikur më shumë? Na kanë ikë në Amerikë. S'kan pas këto qa me ba, na kanë ikë fëmija në Amerikë. Këto janë veç vetë me bërë. Djalim ka në 11 vjetë. Pepo veç vjetëm ka. Tjetëri, 3 vjetë ka. Jem ka ikë. S'kem kur gjon këto, as doktora shkolla, as kur gjon me ato këtë. Na plasi shpirti për fëmi. Për fëmi tatë. Do i dëshërua për zallet. Në shpi si s'po të përfusim në hajim marsorë, nuk jam mëllën kujdeve. As kujtë? Ja. Po mirë, mund të këtë njerëz që s'janë të mirë. I fusni? Nuk vinë kneja ta njerëzit e kësi. Ore, ju malsorët vërtet jeni njerëz të mirë apo kanë dalë llafet kot? Ja, malsori me shekuj, që ka kënë malsor i besës e i fjallës. O fjalla o djali ka thënë dikur, kanë kënë i zhvilluar, kanë kënë me tradita. Me tradita? Jo me shkollë, se shkollë s'ka pas, këtu me shekuj. Venin tem s'ka s'jelase këtu, më ka ardhë, ka le babe gjyshje, ka 3 gjyshje tu. Në këtë vend, na po thumë, shenjtën Ruzare thumë. Njeri leftë malit zët e gjojës beku me përpendes të mkateve tona për pritës. Kim burgatorve tanë. Atër thumë, ati ynë që rinë qjelë shenjtë nuk joftë, emni ytë artë regjnia jote, u boftë vullnesa zotit si në qjelë ashtu në tokë. I ka thonë, Mehmet, një sejt nuk mundesh me hi, se me hi sejt, a munua dhe turku s'ka mujt kur me hi, me gur të vrasin. Me gur të vrasin. Pa push. Djalim ka 3 muaj, pa men paguj. Ashtu, a? Veçëm këto, që më thonë, ushqimi, si me thonë, e jatërhiqte trupi. Okej. Mas 3 muajsh, të martën ish në not, ka bo zoti mrekulli, edhe ka fol djali. Nuk rri se djali ka të ndrupt atje. Po të ka dhe ty? I kom të kisha, i thumë na. Nuk më një këthej shpinën. Jo, nuk ja këthej shpinën, po të rish me djali. Se babë se kom 3 vllaz në kushrinin 4, argjën 5, babën 6, nanën e gruën e tani kom së mund ja u këthej shpinën.
në fshatin Vukaj, një fshat I cili është kërkuar shumë ftohtë me të drejtën, por I kam rënë gjithë fshatit vërdall, si nuk pushove martellë dha pazan qenë. Shumë e vështirë për gjetur njerëz dhe zonja e cila po del më tha që kanë ikë të gjithë në përbot, ne kam marrë bota të gjithë, kryesisht në Amerikë, në Itali. Zonë shumë e thellë dhe këtu është shumë e vështirë të kesh valë, nuk kap telefoni dhe nuk e di si ja bëjnë këta njerëz këtu. Ajo që më bën përshtypje është se gjitha këto shtëpitë janë të verdha. Por si pamje, si vend është shumë I bukur dhe për zotin është gjunata lësh këtë vend kaq të bukur. Pula janë ato atje? Po. Hape zonjë se u tham. A ka qenë? Ke qenë? Rjatu se po bje shi. Sa plot. Me shëndet? Mirë. Por jeni të mirë sepse nuk e pas këni problem kamërë, se ka disa njerëz që thonë ama se jam veshur kështu, mos më nxirr. Do jam në televizor kur. Aha. Amore. Po. Amore. Pse? Si pse? Pse? A ke bërë në YouTube? Jo, s'kam pasur. Po çfarë ke atër? Më the një fjalë pak më parë që ku janë njerëz ne ka marrë bota. Ku kanë ikur më shumë? Na kanë ikë në Amerikë. S'kan pas këto çfarë më bëna, kanë ikë fëmijë në Amerikë. Këto janë veç vetë. Ke shkuar në Amerikë? Jo, s'na kanë dhënë vizë, ti më kanë. A, ju ja kanë refuzuar? Po, çfarë bëni këtu? Si jeton këtu? Këto vetëm punoj me krah. A të futem edhe pak sa është sot trim këtu? Hajde një kamera. Jo, mi të rëbërë. Kamera? A I ke burin në me? E kam fije të njëtë. Sa shtëpi e madhe. Tulemi këtu. Wow, futa kështu. Hajde tani, le televizorin se do dalë shumë bukur dhe ata fëmijët e tu kur të shohin do kënaqen. O zoti matë u ngroha se ishte shumë ftohtë. Të shtu, unë e di shumë mirë që në gjithë Shqipërinë kanë ikur shumë, sidomos fshatrat. Isha në një fshat para se të vija këtu, ishim vetëm 2 të moshuar vetëm në një fshat. Me thënë ka ardhur një kohë që shoqërit zotit që janë telefonat. Ajo që unë pash këtu, kur e kam telefonin nuk ka val. A keni si e bëni për internetin? Kem val, e paguajmë internetin se na do të më fol me fëmijë. Që flisim me fëmijët, pra e vetëm mjet për të lidhur me fëmijët është telefoni. Po, the blek këtë buqësinë, çfarë mbillni kryesisht? Millim pak patate. Vetëm për veten tuaj. Kollamac. Po, se tash nuk mund punojmë, se na veç burra gruajmë. Kur kem pas fëmijë, do kem punuar më shumë. Domethënë për toka, ti shpëtohet më shumë. Po. Ke menduar ndonjëherë që ti të largohesh e ti kusht tek fëmijët në Amerikë? Çysh e tash? Ashtu, a? Sa kohë ke pa I parë? Vetëm këto. Ha? Djalim ka në 11 vjet. Po veç vjetëm ka. Tjetëri, 3 vjet ka. Jem ka ikë. Duhet bësh e fort. Sepse nuk je vetmja që I ka fëmijë të larg. Dhe ndonjëherë themi që po më mirë që kam pas mundësinë të largohen sepse janë më mirë. Se ti po e thua çfarë do bëjnë këtu? A ka të ardhmë këtu? Jo, s'kem kur farë të ardhmë. Çfarë? Veç me punua një ta tokë që kemë edhe kur gjanë tjetër. A ka shkollë? Ja, ka I fillore I kanë alta I shkollë. Pra këtu për të fëmijët është e pamundur. Jo, s'ka shkollë këto të mesme. A keni infermier mjek? Kemi infermiere I mjek, I doktorin të amare, 3 dit rënd do ka gjenë. S'kem kur gjanë këto, as doktora shkolla, as kur gjanë me ato këtë. Për janë ta ka një fëmija na, s'ka në pas qa me ban këto. Tani shtorin të edhe këtu kanë mbetur vetëm të moshuarit. Vetëm të moshuar, s'ka të ri këto. Ka qenë fshat I madh dikur? Po,
Janë ka 70 shtëpi jetoni këtë fshat, vetëm i të korrim na, kurse si. Tani kanë vetë? Ka 2 vetë për shtëpi, veç e shtëpia i to që ka janë 3 djelmuqa. 3, se këto s'ka pasha me thonë, një 3 nuk e ka këta. Të merë marrë të shofës të rinja? Si mos me të marrë. Sa e dim shmë është Na plasë e shpirti për fëmijë tatë. Do i dëshërua për zallet. Çfarë thonë fëmijët kur flisni? Mërzitën e ata për ne. Duan t'ju kena atë me veta? Po, dhe që djali, s'ka marrë pashaportën ala, se ka thonë u bojmë letra të u marrë. Vështirë dhe ata me letra, sa ti marrin, që mund të kenë mund të lëvizin. Po ju pse ja kanë refuzuar, çfarë arsye kanë dhënë? Stis. Nuk me pa djali pashaportën. Pa e marrë. E kanë marrë për a shumë pa pashaportën. Me pas djali pashaportën. Si e kalon që ditën? Na, punojmë në tokë. Kemi a 2 lopë, 5 berë e mirë në vetë. Që do bëjmë tjetër? S'kem qa me ba tjetër. Për çfarë njihet më shumë këtë fshat? Vuka, ja? Në Vukël i thonë ta. Vukël. Këto në kurrim na i thonë Lazja Moric. Për çfarë njihet si zonë? Për çfarë është njohur më para? Këto traditat, mikpritjen, këto i keni? Po, tana i kemë, se jem malsor. Puro, dem baba dem. Këtë më kanë thënë, kur të shkosh aty dhe ta shohësh se sa Po, tash, unë po qohem u pije ki kafe, u bije diqa me pi. Faleminderit shumë. Jo, nuk nuk do lodhesh. Ko? Jo, më shoqë. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që më futa në shtëpi edhe zotit t'ja bëjmë mbar atyre fëmijëve dhe inshallah ju del viza sa më shpejt që të shkosh ti shoh se e shoh që të ka marrë malli shumë. Në shtëpi si s'po të fusim na jem malsore, nuk jam nëllën kujdi. As kujtë? Ja. Po mirë, mund të ketë njerëz që s'janë të mirë. I fusni? Nuk vinë këneja ta njerëzit e kësi. I miri shkon tek i miri, kështu që sa pamje të bukur që keni. Na godit. Apo së merr malli për çu. Sot i Si s'na merr malli, po ditë me shku për mas fëmijëve. Nuk kem çfarë bëj këto Tani- vetëm. Më u bon, Atë rrihet në Amerikë, se në Amerikë ata që kanë shkuar kanë thënë pu, dua të kthehem në vendin tim. atje te fëmija do shkojmë. Ashtu a? Sri do të pata. Po, fëmijë nuk rrias. Në e shkret tuaj. Po bënin rrugën. Po ja e të marrë në një se këmë të rrinë shumë të kesë. Kon keqe dhe ishit izoluar komplet. Po shqyr po bëhet rruga të paktën. Dhe besoj që se po bë rruga ajo e lidh vendin, e kupton? Kthehen, mbase kthehen edhe hapin ndonjë gjë këtu, ndonjë biznes. Se jeni kthyer në zonë turistike. Dhe po hapi biznesin fëmia, këtu s'ka që do Amerikën, për mendimin tim. Apo se kanë ndërmend të kthehen këtu. Nuk e di. Po zot do të shtiket më fort. Shëndosh, po. Shëndet ja si gjë tjetër. Ata jetë të ikë shtëpia do të më shkojë. Ku? Po s'më dëgjon njeri që të rracin. Si ti të rrac ata? Se unë njerëz dua të takoj. Që mos marr vetëm një. Nuk ka Ku të shkoj? son aty hapë. Nga lart. Hapë gradën kur dal shituma dhe të ikë shtëpia do që i ka nec. Po mos ka qenë aty. Jo, s'ka se janë të qenë këto. Okej. Se ka rënë duka që atje lart po thua. Hajde del një aty të grada. Okej. Ja po dal Po aty. vetë aty. Okej. Okej, në rregull. Bjeri shkurt. Hajde se po shkojmë edhe lart. Tërsia. S'po më shef mirë. Takojmë edhe qoftë edhe një banor tjetër që të marrim pak më shumë informaciona. Si ma bën me dorë. A sa të mirë janë këta mërë, çfarë robë zoti që janë kanë. A ta hap? Ta hap? A hapet? Duke se s'më dëgjon miraj.
Ndoshta kemi ngatruar rrugën. A je mirë? Me shëndet. Ku të kalojmë? Kalojmë këta? Na falë se erdhëm pa ftuar. Dhe e gjejmë pa shtruar. Mos ke qenë? A ke qenë? Sia? Me shëndet? I fort? Oh, bo. Bolla? Kjo ka rëndësi. Shëndetin? Po ishte veç. Si jetoni këte? Si ja kaloni? Po ishte veç me halle me. Ca hallesh? Jem kanë me paralize me. Qysh 6 vjeç. Ashtu, a? Po, ishte do shëti. Do ban lëvizje me shko. A, më vjen keq. Po, me kë jeton? Kam babën, 5 fëmijë, gruan. A, sa mirë fëmijët e ke këtu? Jo, jashtë. Janë larguar. Po, Si ka mundë si ka një kur të gjithë, ha? po ishte veç. Ka ardhë koha tuaj. Po, ka ardhë koha. Unë jam Lediona, që të prezentohem dhe bëj emisione në çdo fshat të Shqipërisë. Dhe me thënë të drejtën, shumë janë larguar, kanë ikur gjithë fëmijët. Dhe herë e parë që vinë Malësi, Oh, për zotin po. Edhe kur thash që do shkoj anden, tha shkota se ke njerëz shumë të mirë. Dhe me thënë të drejtën, për zotin, jam kënaq me njerëzit që kam takuar se ma kanë ngrohtë zemrën. po. Se, po I thëmë edhe babë se, grua se. Po, thua ju njerëz se mos thonë që pse e pranove brenda. Jo, Jo, mëre. A të ndihmoj me shkopin? ha? Të ndihmoj me shkopin? Jo, se, po vi. Sa ke qikë mur, që 6 vjeç paraliza. 5 fëmijë ka të larguar. Këtu interneti që janë ka... Nëse doni të shkoni në diku që të rini të qetë dhe jashtë larg botës teknologjisë dhe nëse nuk doni që t'ju bezdisin, hajde një këte, se s'ka val hiq. Oh, sa bukur. Po kjo qa është tu? Shkryq që këshu i bërë veti qikur. Në përpresim që të vi babai zotris, besoj që është buri më shuar dhe ka për të na folë më mirë rreth këtyre traditave dhe zakoneve. Nuk kushtet vështira shumë jetoj, është për të ardhur keq. Bukal. Gjyshi sa i mirë. Sia? Burrit kur. I fort? Po, Me shëndetin mirë? mirë, paljollë. Më falë se të mundova që shkove e tjera. Jo. Edhe Je ka televizje, baj vit, e bën, ja. vit, po. O gjysh, ja do ulemi atje që të flasim? Oj. Po të shapo hini mren. Jo, dua të flasim këtu se kemi dhe pamjen e bukur. Hajde të ndihmoj. Hajde se i zoti shpisri këtu. Ashtu po? A jeni me zakone me tradita? Si jeni njëherë? Mirë. Mirë se ju gjeta njëherë. Dhe herë e parë që vi në të fshatin tuaj, i bukur shumë është. Pra po thoja që vendi i bukur, po më interesojnë më shumë njerëzit, sepse njerëzit e bëjnë vendin. Nëse gabojmë më korrigjo. Tash me fol t'jau. Pi. Po, Se unë mund t'ju shaj. Ti thua jo, s'është kështu moj vajzë. Po tash ai bukurin e ka lënë Zoti. Po. Tash si t'na pëlqejnë
Dikuj si pëlqenë, dikuj thot, veni bukur boll. Ore, ju malësorët, vërtet jeni njerëz të mirë apo kanë dalë llafet kot? Ja, malësori me shekuj, që ka kënë malësor i besës e i fjallës. O fjalla o djali ka thonë dikur, po tashën qartë ka ardhë mrapate, na iku besa e shkoj erdi shkreca. Se malësori ka kënë malësur me besë, me feje, me bujarije, me urti tëna i ka pas. Ka qenë? Ka qenë, po. Ashtë? Tash jo, nuk mund tjetë që jo kënë. Po pse, kush e ka humbë këtë? Pse e keni lënë të humbas? Po këtu kanë disa shtete kanë ardhë, në kanë shtrua. 500 vjetë Turku. Ka ardhë Italia, ka ardhë Austria, ka ardhë Nemqe i kanë thonë. Në që e kanë shtrua vetin. Atë nuk e qartë me na, po qartë shtetet që e shtruan popullin. Se na jem Shqipni e vjetër, atje ku ka pas forcë, se ka shkel kur. Mirë ditën duka gjithë s'ka shkel Turku. Por ka shkel, as këtu në malësi, ka shkel, mund të ketë shkel me periulla, se jo me tej gjithmonë, nuk e ka lënas. Keni qenë? Po, kanë shtyll i ka thonë, forcë e mallë. Forcë më shumë fizika apo të mendjes? Kanë pas të dyja. Të dyja. Të dyja. Tash, Shqipnia është me shekuj ja kënë e vjetër. Populli vjetër. Populli vjetër, pa. Shqipnia populli vjetër. Po, tash, kurrinti, po du me thonë si origin. Unë me origin jam nga Skapari. Ka Skapari, ta manë se kom ba ushtria kje vetë. Ngjasojmë pak me ju, ngjasojmë, a? Po. Kemi ca të përbashkëta. Ka, se ai Shqipnia mallë, jashtë, ma shumë jashtë se këtu. Sa e madhe është, aq edhe ndryshe është. Tani ndryshojnë krahinat. Kanë ndryshua se nuk, Shqipnia nuk o kënë shtetë, po principat. Po. Kanë cunua për shembull krahinat, qytetet. Dëgja, ky fshati këtu, dikur ka qenë shumë i zhvilluar? Më trego pak për vendin tënd. Kanë qenë i zhvilluar, kanë qenë me tradita. Me tradita. Jo me shkollë, se shkollë s'ka pas, këtu me shekuj. Veç shkollë dhe ka prunë që se ka ardhë zogu pak e Italia edhe shkollë në kanë pas veç Fritnia. Se këtu janë kënë katolikë tonë, Malësia. Malësia dhe Shqipnia para 700 vjeç. Për çfarë njihet kjo si zonë përveç traditave? Tani për tradita gjithë shqiptarët kanë. Çfarë tradita keni ju që thonë malësor këta? Kanë këto tradita? Po, këto kanë malësor. Ka çfarë traditash? Kanë pas feje e besë. E fjallë në djalin ka thonë. Po, e keni pas kështu? Po. Këto kanë pas. Fejen, besën, o fjallin, o djalin. Këto kanë pas. A ruhen këto tradita tani? A i ruhen këta të rinjt? Dhe, valla tash, ka ika jo ko. Po pse ka ik?
E keni lënë ju të na iki. Qës na i dat ju? Apo zonin? Si kanë thonë motit. Si kanë thënë? Si të frijera me i këthyr shpinën. E mëse e kanë thënë e ca gjëra kështu kot ata. Këtë jo, nuk janë këtë, po janë të vërteta. Jam plot. Si sa Gjermani. Si ta? Ma da me pagua pare. Në gjithë ka kom shkua, që kom da me shtrua botën. Pa? Na kom pagua pare. Po këtu në Shqipni, thasht pas ka nevoj. Kënë ka njët. Pa. Janë pasur këtu. S'pas kom nevoj se të ke kuptojnë vetë me spionua. Ti ke lindë këtu? Po, jetu ashtë 87 vjetë. Kur do ikës për këtu? Kur do në ai që në sunën, nëllë. Nuk do largohesh asnjëherë? Ja. Nuk do ta lësh vendin tënd? Vendin tëmë s'ko si e leo, se këtu më ka ardhë. Ka le babe gjyshje, ka 3 gjyshje tu. Në këtë vend, edhe vetë, u tash nipat. Kam 3 nipa prej e idealit. Më tha. Më ka nikë tonë në Kanada. Në Kanada? Po. Ore jeni të rezikshëm, Kanada dhe Amerikë gjithë ju këta. Tonë. Pse ka ishtë largë? Po. Pse se s'po ka zët kjo tukë. Ka. S'ka mo. Ka. Shihet, por zogu jo, e në veri di që shkuj. E në Skënderbeu e kanë vra, e kanë ka dek. E në tjerë s'kanë dalë këtu që kanë Berisha. Berisha, a i ka thonë jam demokrat, po këta që kanë shkollë se në zdim gjo. Sa dini ju. Këta që kanë shkollë thonë, është kriminell. Jo, lëvis nga vendi. Po Rama? Rama, i mëtën. Rama, i lirvete, në tonë që ka janë këta, ullhetësa, tonë thonë janë të mëtën. Po këta si kanë qëndruar ka gjatë kur unë çdo njeri që pyes thonë nuk i dua? Po të kallëzoj. A i që din, e në luajnë e maca e të minit kanë pa. Macja me miu, në? Maca me miu. Kush është Macja? Maca është Rama, Sala. Po miu? Miu, popu. Do votosh këtë radhë? Do votosh? Do votojmë, po s'di për ko. Pra, s'kemi... Ja, puna. Ky është problem shumë i madh, se dhe unë e mendoj këta. Mas primet. Dëgjoj, po ka ardhur ndonjëherë nga këta këto macet kanë ardhur, ju kanë takuar, a ju kanë thënë që, ore, si jetoni këtu ju? Ja, vetë që nuk e din shpina. Here e parë që po vjen gazetarja se i shohu në Facebook. Tu Kosovartë, jo, këto në Shqipni kanë ardhur për marrë rallë. Por i shoh atje në Kosovë që shkujnë në gazetat, qëtu, gazetarët. Edhe i pyesin njerëzit. I pyesin, po. Atje i verin këtë Facebook. Ju nuk ju kanë ardhur të pyesin as gazetar? Valla, që tash po i shohu për herë të parë. Së di se kanë ardhur, ja, së di. Çfarë probleme ka kjo zonë? Kjo ka pas rrugat i ka pas. Keq. Në zhvillim shkollë, kur kjenë veri, kanë pas i fje shkollë, por ka pas diktaturë e fukara lek. Sot, a ma ndrysh se bënë si duesh ti. Atër, asë fjallë s'ke gudzo me përmet. E lirë. Po e keni dash fort ama? E keni dash të fort? Po, mëra i ka... Berisha në la lirë shone se doni ju? Jo, shtua. S'kam lidhje fare me Berishën, në ti është gacmoj sa se
Po ti jo puna se ti do të me i ditë të tëna. Të gjitha? Pra. Po, të gjitha, vdes për t'i ditur të gjitha. Dëgjoj, po këtu njerëzit më thej që janë të mirë. Tani këta që kanë mbetur këtu, çfarë bëjnë, çfarë merren? Këta merren ashtu si kur dikush me salën, dikush me... Me parti, a? Po, me parti. Edhe ai që është në pushtet ha, ai që s'është pushtet ha. Po që tjetën kështu mbetëm në më burë. Po ta kanë gjithmonë kjo punë, jo tash. Po gjithmonë ai që kanë me partinë e ka pasë në dorë, ka hangër ma shumë gjithmonë. Ju çfarë të ardhurash keni? Na, po të kallëzoj. Tash të ardhur s'kem veç djali ka 100.000 lek, vetë kam 70.000 lek. Ba. S'kem tjera të ardhur nëse. Unë kam, deri tash e kam pas. Po si 100.000 lek djali, pse 100.000 lek ti? Ti nuk je për punë? Jo, sa kanë qysh 6 vjetë. Po pse ka i shpat? Po që me, nësë më shkojmë mja marë partijis me zërë. Jo, partia s'ka më gjyshi, qa ti marim ne? Qka nga ka dhanë kem marë. Qka s'kem marë. Ti e ke 70.000 lek? Janë bo tash se jo, deri tash i vjetë. S'kom pas veç 50.000 lek. Jem kooperativist, tash kem pas të ardhën na. Me parti, kom pensionin, po do me thonë me kooperativës. Me kooperativën, nuk është se të ka dalë shumë i lartë. Ja, 12.000 lek më ka dalë më të parë njëri. Atër ka shkuator, rrit pak e kje bon 50.000. Tash, po do me thonë, ka e tash janë i vjetë, ka bon 70.000. Po mirë, shqyr, a di si është puna shëndetin, se ne themi shëndeti, po dhe shëndeti doj që të hashe të jetosh sik mirë. Kryesorja është nedja, aske ullod, aske pasuni, para shnedës. Tëna i ketë humuna, para shnedës. Po, a i shëndeti doj të hash sik mirë. Po, duhet, po. Po, duhet, po, ha. Si kesh zëtsin, ha. Qa do hash i ma të pensioni 70.000 lek, do marrësh ilaçe, gjëra, ashtë kështu? Ilaçe, po, janë ilaçe të kopja, shëqirje, të gjitha merë. në rrugë, doktorje, tëna. Po doktori si ja bëni kur të mureni? Pa, mu që jem jetu, me përkohën e partijës, rruga tash 40 vjetë në ka dalë veç. Kur ishte e pa bërë? Po, me krah e kem qitë. Prej ta marës, e këtu me krah e kem qitë rrugën. Po, lërkë është. Po, një është më kënë kuha e në verit. Ama shqyriku ajo ko? Po, iku. Iku janë bërë tani rrotat e makine. Që të sonë atje ku do. Që tash, djali jem është. Kjo derë, as ka pas. Nuk ka pas kanë punua veç kanë tajnë punë dveta. As so kanë në burg, as so kanë në gjak, as so kanë në këto probleme partijsh për shembull. Jo, si janë gatruar dhe me thënë kam parë vetëm punën e vetë. Kanë pa punën e vetë, edhe s'kanë kënë kur asë në gjak, asë në burg, asë në gatresa, kur punë. Po mësuar me drejtësi, me edukat, me gjitha, tjeti drejt. Edukat dhe ka pas babe babzysh. Ja këti e zonin dhe Gjellullit. Dhe Gjellulli në 1912. Aje ka kre flamurin në 1911. Kurse s'majqe malin në 1912. Aje pra motre dhe Gjellullit jetua kënë shpine e mallë, se më kënë shpine e mallë. Sa veta jetonit atere në një shpi shumë, a? 30. Edhe nuk grindeshit, apo grindeshit? Jo. S'kishe ishe me rregull shpia? Jo, se na jem katolik, brez pas brezit. Po? Edhe kem ba kryq për shembull. Para se të hanit? Para se të hanë. Kem full rozarin i thubë. I kom urat të gjepe dhe tash. Riti Sofja? Syri. Okej. Të janë urat qiflet.
I thonë Ruzare. Edhe kush i ka dhënë këto? Kush i ka dhënë? I ka morën vetën Laç. Laç, dhe e mban kështu për mirë. I maj me full urat, flosim për natë, për ditë. Ma shpjego që... Okej. Na po thumë shenjtën Ruzare, thumë. Njeri leftë malit zët e gjojës me kume për pendes të mkateve tona për fritë. Kim burgaturve tanë. Atër thumë, ati ynë që rinë qjelë shenjtë nuk joftë, emni ytë, artë rëgjnia jote, u bovë vullnesa zotit si në qjelë ashtu në tokë. Atër shkojmë një ashtu tuj, atër thonë, fale me mri plët zoti, me ty be e kuaf të varë këtë Jezus, shenjtja e mri në netin zëtë, qëre lejtë këto, to foljeshtu si thaqo, deri që maruhen. Deri sa mbarohen? Po, deri që pes janë shenjët e fesë tonë katolike. Okej. Na ati ynë, thot, na ka pështua Krishti që ka arë prej qjelët, ka taj 33 vjetë këtu në tokë, me shekullin. Na ka pështua ati ynë që rinë qjelë qenjtë nuk joftë emni jytë, artë rëdnia jote u bollesa jote si në qjelë ashtu në tokë. Bukën tanë të të përdiqim, thot, epne ne zëtë, një fajtë mkatët tona, si një imna fajtur tanë, mos në lënë më rënë e keqë, por largona për gjithë keqë. Atër kur i fletë këto, a që i dënë me i pajtë, se i qartën, si qartë djallet, si qartë nipjet, si qartë në djallë, për shemull gratë që vine, si qartë, që vine martohen me gjake, por deri tash, po do me thonë, për ata sa që, se kjo delë nuk ka pas në as burk, as katres, as gjakësi. Ke në shale, ke ku doshen mirditen, gjdo kun, po, që janë gjona që i kanë bo vetit, du të me thonë, ma fërt, gjonat kësia, po nësi ke pas kur këto punë, kur, brez pas brezit. Tash, prekcalit, kjo onë ka pas prekcalin, që ka në histori. Prekcali, ka lujt kufit, ka pajt kufit e këto truje o kënë i parë me i fjallë. Që janë beri, shapo zamë, për atë vetin, po jo, aja është. është tjetër gjëmër, mos be krasi, mama. Po, di si thot kotka. Që kanë qitën kotë njerëzit, që kanë udhëtësi i... Kjo prekcali rënë me nime. Kjo prekcali rënë me nime. Nuk e lesh Shqipnin jetime. Zdvete Londër as Berlin. Por dhe mek e pajte Shqipnin nuk e leje Po pra, time. nuk shkonte ku kishte mundësi që mund të shkonte, po këta sot janë dredarak, shumë e bredarak. Kuj ka ardhë Gjermani, ka ardhë në Shqipni me kalua, ka dasht me shkuar në Gjermani, ka thonë, ecë me ne, se janë Gjermania katolik, e ka thonë, hajde me ne, ka nisë me shkua petua, nuk pëlla vetanin edhe popullin, nuk pëlla këtu. Po dhe me pe traftoj. Po e traftoj. Ka ten këtu. Ka pas shumë traftara? Ka pas, ja tje ka pas shpellin. Shpellin që kur erthën veri, që i poj me të tona. Kur erthën verin të mare, aty e bo lufta. Me hi këtu se na dy katune kem luftua me Enver Hoxhën. Kush? Nik që i thonë një ka edhe Vukli. Këto dy katune kanë bo luft të mare. Të Koselca s'ka luftua. Nuk ka luftua se na
ka thonë Bajraktari i Selç, kur kush e ka marrë kalan, me fjallë s'ke pse luftën. Pa. Jo, në 2 katunet, Bajraktari i Vuklit e Nik që kanë luftua, e u vranë atër. Atje kanë me 70 partizane, këtu kanë pati, edhe këtu kanë me Preksalin, janë vra. Po aty në Tamare janë vra, po kur erdhi, atje qafën atje, që duke qjela. Pa. Kanë ardhë në Rapsh, po t'i bela, e din ku a Rapsha? Jo. Rapsha, Se një hiç këtë a zonë. Leqe, a keni ardhë i Leqe. Këte kemi ardhë, pa. Aty o kanë ardhë Mehmet Sheu. Sa Me buri ushtri. mirë ka qenë ai, ja. Si ai, Qa shikimim? Qa shikimim ka bërë? tonë Shqipni ka shetit të shtrua popullin. Edhe në këto 2 katune u tesh, kur ka ardhë këtu në Rapsh, me hi këtu të na. Kanë bon luft një muaj e shatë mojnë ati aty, i thonë bruja. Na kanë bon luft një muaj me këto 2 katune, edhe s'mujti me hi. Prap s'mundi, ja? Ja, s'mujti. Një muaj. Trima. Edhe i ka thonë ka ardhë Mehmet Sheu në Rapsh. Prap ky buri mirë. Po, këllë që i thonë i hotit, i ka thonë Mehmet, një sejt nuk mundesh me hi, se me hi sejt a munua dhe turku s'ka mujt kur me hi, me gurë të vrasin. Me gurë të vrasin. Pa push. Po ka hihet i ka thonë, atër i ka pësua këllë i duka gjinë edhe i vërmosh, i kuq më usjel edhe në marrë këtina për qafa. Atër, mas po, ka ardhë në prënë, në visht ka ardhë me hi, e s'mujti, atër ka ardhë shnjen, ja të shna kryqit ka ardhë. Edhe ka ardhë hi atër për qafa atër. Po, ata moshkujt, shkuën e u pshehen për shpela dhe me. Po. Edhe u pshehen e tajnja, ja i muaj kështu në shpela, sa u sullën për rrugë. Atër hinë, na vetë jam kënë 5 vjeç, janë kënë këm pas agje babë, që janë kënë me kunura, me grau. Atër baba em ka pas 4 djelmë, agja veç 1. Edhe jem kënë ardhë sa taj 40 vjetë, u martu, me u qëtu, me u ba me 30 vjetë. Kem shpilje të për funit, që jem kënë 30 vjetë në ka ullheq baba. Sa fëmi ka? Sa fëmi ka? Veç jetalla kam i vajzë në të martume. 2 fëmi ka? Po, veç 2 fëmi. Po pse, atëre bëni shumë? Po. Kush i godis fëmin, a ditë? Kush? Jo, se di. Veç zotin qirë. Ti kesh me shëndet edhe në jetë. Shumë t'goja. Dhe tiri me djalin. Dhe tiri me djalin. Jeton me djalin. Po. Po pse si jeton me vajzën? Vajza të burri vetë. Edhe? Po, të burri. Po s'ka e gjë, jeton me vajzën. E keni pas këto, djali... A ken trashëgimi i... Trashëgimtar i shpis, e di. Dhe gjithmonë thoshit me një djal. Nuk thoshit me një vajzë. Po vajzat janë shumë të mira. Ata të mira janë tjetër kujat. Pse janë të tjetër kujt? A dosh t'ja dhonë hotit... Ajo mund të shkoj ku të doj, pa është vajza jota. Po, ashtu Ashtu është? Ashtu është. Emrin si e ka? Lulash.
ulash. U luj herë se po bjem. Ti nuk do bjesh Me asnjë birë, gjë. po, Jo, po. jo, është ftohtë më burr, ç'a bie? Jo. U knaqa duke bërë muhabet. Nuk dua asgjë se kam pirë. Si mëre? Për zotin. Ti the që sa vjeç ke qenë kur ka rënë paraliza? 6 vjeç. 6 vjeç. Po temperatura, çfarë ka ndodhur? Po temperaturë. Po Zoti që në qiell i provon njerëzit mirë e të këqij. Njerëzit e fortë i sprovon shumë. Njerëzit që janë që e duhen, du të më thonë. I provon Zoti. Pa. Bora gruan, po Zoti mla i djale i vajzë, mla tjere. Edhe sa më ba djali 6 vjeç, ma kapi temperatura. Edhe djali më ka 3 muaj, pa men paguj. Ashtu, a? Veçëm këto, që më thonë, ushqimi, si me thonë, e ja tërhiqte trupi. Okej. Mas 3 muajsh, të martën ish në not, ka bo Zoti mrekulli, edhe ka fol djali. Se ka 3 muaj, pa lujt, as të prik, as dorë, as kom, ka trupi shtrin. E boni Zoti mrekulli e ma gjalli. Dhe të shqyqyrë Zoti. Sot kom 3 nipa, e 2 varza, 3 djallë e kom të martuam, i ka kë. Po, tha kam 5 fëmita dhe e shqyqyrë që e keni shtëpim plot. Pavarësisht se janë larguar, po e ka shpirtin plot, e ka zemrën plot. Dhe kudo që të shkojnë, nuk ka rëndësi se gjithë janë larguar, t'ja bëj Zoti mbar, por prap nëna dhe baba këtu e kanë mendjen. Tash i kem tëna letrat i kem me shku në Kanada mu bashkua. Po i bëni letrat? Po, na i bojnë ata vizat atër atje. Do ikësh Kanada? Do ikësh Kanada? Jo ken, e kom ardhë, e menoj me shku prap, e me ardhë. Po pak më parte nuk ikin nga këtu. Jo, Mos Madrid? Mos Madrid? Jo, me shku dua. Me qua djallin, sa katë. Do t'a qosh edhe do vish? Kështu menoj. Po ri atje me djallin. Ri me djallin. Nuk ri se djalli ka të ndrupt atje. Po të ka dhe ty. Po i kom të kisha, i thumna. Nuk më ja këthej shpinën. Jo, nuk ja këthej shpinën, po të rish me djallin. Babë se kom 3 vllazë në kushrinin 4, argjën 5, babën 6, nanën e gruën e tani kom së mund ja këthej shpinën. Se jam rrit me ta, u plaka me ta. U plaka me ta edhe së mund ja këthej shpinën. Menoj me ardhë, dhe se djallin po dënë me dhandorin ka qkojnë. Nuk e lëshon as njëra? Jo, se kam lëshua. Se kam lëshua si herë. Se vete kam rritë. Se ka vete ndorë 6 vjeç. Ka dhe gruaja mas 2 vjetëve që i duel prej shpitalit. Dhe gruaja. Jam kënë 40 vjeç. Edhe jam kënë grua, jam kënë burë, doktor, shtektar, tëna i kom bo vetë me rritë, sa i 6 vjeç më ka vetë, vajza 4 vjeç. Edhe i kom rritë e martue, sot janë, edhe vajzën e boj Rëziku, e ju vra, ja vra një atje në Jugoslavi i burrin, ka taj veç 4 vjetë, ka taj me burë. Pa t'i djale i vajzë, i di që atë në burkët spungu që të thoni atje në Jugoslavi, e prunë e vërrosën. Çfarë nuk e gjeti njeriun edhe nuk e kaloj? A të rjet pa djalin nëse i kënaj në Kanada? Si fa? A të rjet pa djalin? Më rrihet që më do të me dekë, djallit ja plëtsoj dëshirat që të shkoj tek fëmijat. Që të shkoj të fëmija. Inshallah i dalin o zot, të dalshin sa më shpejt ato kartat dhe letrat. Jo, në kanë dalë tona veç se vanojnë atje me fitu e lekse. Tash kanë shkua, tash 2 vjetë. Atër kanë pas me la borgjin. Të është e këshu, mos i temi gjitha.
Se na marrë mësysh. Po, Okej. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. na jem kenë. Por, Po jeni që nervrika ma. Jeni të mirë, jeni trima, jeni mikpritës, po jeni shumë nervrik. në vrik, ato i ka vetë gjakuj. Dhe vëndje. Pritë të ndihmoj. Po lënë divan. Hajtë të ndihmoj unë. I vajza kam në Itali. Një vajzë që në Itali, okej. Me çfarë merret atje? Poi, Ullu. Jo, ai nuk ulet se ka atë automatik unë atje. Hajde. Me çfarë merret vajza aty? poi, unë veç. Jo, them kanë ndonjë profesion të tyre, apo Jo, veç shto punë. sa mirë kanë bërë që kanë ikur edhe kanë marrë njëri tjetër. Prit se ju e keni kështu zakon që duhet ta mbushësh Mos e plot. bush. Sepse më thanë që nëse e mbush gjysëm, quhesh mik Hërjat i kënë thonë malësur. orjat. Qa është orjat? Da që ka pracë. Koprac. Jo, bushja tina. Mirë se ju gjeta. është gjedin. Por malësor që ka kështu se Më mëso. do me pësua zakonit. Po, i dua ti Do me mëso. pësua. Atër kur ka ardhë, miku, ka thonë, është gjedin. Kjo fludua Krishti, se jem katolik. Po jeti si jam unë. Jeti nuk jam unë. Ti ndaqë, por janë zakonet tona këto. Edhe unë nëse vi këtu duhet të bëj zakonet tuaja. Po ti atje din ti për ato zakonet. Jo, Na kur- nigjojmë veç. Edhe unë ju dëgjoj ju. Po, thomë kjo fludua Krishti është gjedin. Ti jam falë. Ti jam falë them unë. Po, jo, unë thëmë, ti jam falë, ti tesh gotën. A se kuptova. Tani unë duhet të them ty qëftë lëvdruar Krishti. Po, si thëmë na me fjallë. Po. Ti belaje. Po nuk jemi të muslimana. detyruar. Po, nuk jemi të detyruar. Nuk Jo, jemi jo, detyroni, ti a? të rënë kush. Okej. Nëse unë e them këtë të respektoj, ty po thua? Po. Po pse më respekti kështu Ta tregoj? shosh gjedin. Unë të vit çdo ditë këtu në shtëpi dhe të tregoj respekt. Si ishte? Ti jam falë, si ma tha? Po, ti jam Ti jam falë. falë. E mirë është. Këta shkon, bara me mjëllë ti thumë na. Sa mjëllëta, sa rakia thonë, se o me ilaçe. Kam pirë raki thanë edhe jam knaq. Po është e mirë edhe Me është. rrë dhe ti, me rrë. Ai është nga Dibra dhe ata e pinë raki rrushi 22 gradë. Me rrë të thonë, se Mere se do dënojmë, mere s'kem benzuar. rrushit. Më pëlqeu. Kush është raca me egër? Egër Dukazini, është me egra, si racë. Psa? Pse është gjakuj i të parë vetë, po du me thonë. Okej. Por ata shqiptarë janë, por ata janë kënë, kanë qitë ligjin, e kanunë, ata kanë qitë në Shqipni. Po, Ma të partë lek Dukazini. po. Po tani janë zbutur apo vazhdojnë tjenë ashtu? I ka zbutën vel hoxha ma për se kur kush. T'jam falë. Malësi, po, malësi e mallë. Malësi e madhe përfshinit e Dukazhinin. Po, malësi e mallë, qyshen Podgoricë, Po. edhe del për pjetë. I thonë, thot e grudë, e triesh e kilmen. E shkon këtejna, gusi, klave gusi, pej, gjakov, prezerin, tonë janë malësi e mallë. A e keni problem që të bëni krushi edhe me fen muslimana? Jo, që djali e ti, Po. na muslimane ka marrë. Po, e keni këtë harmonin, nuk keni problem. Jo, se Po më përpara ka bile qenë problem? feja jo, thot, ose vapë, thot, me marri muslimane, por me këthyë katolike, me pajtë e me pakzua, Po, e di se si a që po. pajtë Krishti, Po, e di. Po s'po i e futem. ka marrë, e ka grua sot
në Kanada, është prej Koplikut. Oke, më përpara e keni pas problem që të bënit martesa? Jo, se nuk o kenë problem se na pështën shpirtin. Bëni se vap. Se Si janë? E quajmë se vap, do të? Se vap. Se duhet ta quash se vap, sepse për gjuna është ajo që ta quash se vap? Po. A I din historinë atë e fesë. Jo, nuk e di, ma thua i që. Po ta thëmu. Ka le Krishti tash 2025 vjetë. Se pas jush? Po, si mas katolikut. Po. Ka le. Kurse Turku ka le 600 vjetë mas fesë katolike. Edhe thot, e kom thot fejnë, kështu ka thonë. A këtje edhe tash 2-3 ditë që festua Bajrami. Pjetër Bajrami. Tash Pjetër Bajrami, ku që? Pjetër Bajrami është zëvendësi i Jezu Krishtit. Prap si pas jush? Si pas nesh, pra. Edhe Pjetër më thonë edhe mua. Kom emnin e shpjetrit i thomë na. Që zëvendësi i Krishtit. Që kalon kur ka da me dek, e kalon zëvendës në tokë. Digjo, me gjithë respektin që kam gjyshi, po t'i futesh fes, unë nuk kam qef që të flasë për fen, sepse asnjëherë nuk e gjem fundin edhe këto luftrat më të mdha për fen janë bërë për politikën e për në një që tjetër. A është e vërtet? Po e vërtet. Kështu që më mis po I futemi. Prifte Mara. Faleminderit shumë edhe djalit ja bëjmë bare dhe shkoj sa më shpejt e fëmijët se pa që e keme ra. Po, do të qua se kam dash, po s'kam drua se në ma vrasin ka t'hipin s'ka kush me I dalë zët. Në aeroplanat. Jo, e kjetë drejt. Tu jam kënë 2 herë, në Amerikë, në Kanada, Të lumë të. Kosovë. Të lumë. Ika gjysh. Ai të prifte Mara, pra. Faleminderit. Shnelja. Shnek.